Pas rreth 6 orësh pritje në kushte të vështira atmosferike, takimi i parashikuar mes minatorëve të Spaqit dhe përfaqësuesve të Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit ka dështuar, duke mos arritur të gjehet zgjidhje. Sipas përfaqësuesve të sindikatës, takimi dështoi për shkak të mungesës së përfaqësuesve të kompanisë koncesionare, si dhe përçarjeve të shkaktuara nga persona të infiltruar në mesin e minatorëve. Burimet sindikale theksojnë se delegacioni i ministrisë ndonse kishte ardhur për herë të parë në Spaq, u kthye me më shumë pyetje se sa përgjigje, duke lënë të hapur shqetësimin për mungesën e vullnetit institucional për dialog real. Sipas tyre, formati i takimit nuk përputhej me kërkesat ligjore për dialog social dhe për trajtimin e një greve të ligjshme, çka solli ndërprerjen e procesit që në fazën paraprake. Nga ana tjetër, minatorët shprehen të vendosur për të vijuar rezistencën e tyre paqësore përmes komisionit të grevës, këshillit sindikal të minatorëve edhe me mbështetjen e konferencës së sindikatave të Shqipërisë. Ndërkohë, situata në Spaq teksa minatorët protestuesi janë shkarkuar të gjithë nga puna, ndërsa ata paralajmërojnë se do të vazhdojnë protestat deri në një zgjidhje të drejtë dhe të qëndrueshme për punonjësit. Rreth 70 punonjës të minjerës së Bakrit në Spaq të Mërditës kanë bojkotuar punën dhe janë ngritur në protest prej datës 7 tetor, duke kërkuar njohjen e sindikatës dhe nënshkrimin e kontratës kolektive, kërkesa të cilat nuk janë pranuar nga kompania turke Tete Albania me pretendimin se nuk plotësojnë kriteret ligjore.